Është kënaqësi t'ju shikoj të gjithë në këtë takim ditën e sotme. Duam t'ju falenderoj vendin mikpritës për organizimin e aktivitetit në mbrëmjen e kaluar. Të nderuar partner nga Mbretëria e Bashkuar, i nderuar drejtori i Policisë Kosovës, i nderuar drejtori i Policisë Maqedonisë Veriut, i nderuar drejtori i Policisë Malit Zi, të dashur pjesëmarrës, jemi sot këtu për të prezantuar rezultatet dhe zhvillimet më të fundit të bashkëpunimit midis Policisë Shtetit dhe autoriteteve të Mbretërisë Bashkuar në fushën e migracionit palishëm, si dhe gjithashtu për të ndarë eksperiencën tonë me ju si drejtues të policive të rajonit. Prania juaj këtu është një vlerë e shtuar dhe një tregues i qartë që sfidat e përbashkëta kërkojnë përgjigje të përbashkëta. Në bashkëpunim me autoritetet britanike janë realizuar 49 operacione riadhësimi, duke mundësuar kthimin e 2099 shtetasve shqiptar me procedura korrekte dhe transparente, padyshim duke pasur në fokus të veçantë dhe respektimin e lirive dhe drejtave të njeriut. Në vijim, tentativat e kalimit të kanalit drejt Mbretërisë Bashkuar me Gomone janë ulur ndjeshëm nga 12.753 raste në vitin 2022 në 644 raste për vitin 2024. Një rënje drastike e cila dëshmon ndikimin real që mund të ketë një bashkëpunim i strukturuar. Shqipëria ka arritur rezultate të rëndësishme, por as Shqipëria as cilido vend tjetër i rajonit nuk mund të përballet i vetëm me këto sfida. Migracioni i parregullt që synon Bashkimin Evropian prek gjithë Ballkanin Perëndimor. Rrjetet kriminale që shfrytëzojnë qytetarët tanë atje ku gjejnë hapësirë. Prania juaj sot këtu, më shumë se sa një protokoll, është një mundësi reale për të hapur një kapitull të ri bashkëpunimi rajonal në këtë drejtim. Ne jemi të gatshëm të ndajmë modelet tona operative, të ofrojmë eksperiencën e task forces tonë dhe të ndërtojmë mekanizma të përbashkët për parandalim, verifikim dhe goditje të krimit ndërkufitar. Qasja jonë është e thjeshtë, më shumë shkëmbimi informacioni, verifikime të shpejta, operacione të sinkronizuara, standarde të unifikuara, përdorimi teknologjive moderne. Ne jemi të hapur për çdo iniciativë të përbashkët që rrit sigurinë në rajon, rrit stabilitetin dhe sjell rezultate të prekshme për qytetarët tanë. Faleminderit. Rezultatet e kësaj task force tashmë një vit janë shumë prekshme dhe dukshme, që fillojmë prej atyre të parandalimit të kontrabandimit me migrant në mes kufirit shqiptar dhe kosovar. Pastaj konfiskime numrit të madh të dokumente falsifikuara që janë gjetur brenda territorit të Republikës Kosovës. Po ashtu kontrabandimit me kontrabandimit me duhan dhe cigare në aeroportin e Prishtinës, raste të tjera trafikimit me armë ku janë shkatruar grupe kriminale që kanë vepruar në 2 shtetet tona, Shqipëri dhe edhe në Kosovë, deri te operacione të tjera që ndërlidhen edhe me çështjen e drogës. Takimi ditës sotme ka një vlerë strategjike dhe kyçe, duke marrë parasysh që Mali Zi ka mbajtur akoma statusin e vendit tranzit dhe për këtë arsye është shumë e domosdoshme që të kemi një bashkëpunim ndërsektorial, bashkëpunim ndërkombëtar, në mënyrë që të parandalojmë migracionet e paligjshme, të parandalojmë kalimin e strukturave kriminale. Kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me kolegët nga Shqipëria, ku në pjesën Bozhaj kemi parandaluar një situatë ku ka qenë një rrëmbim, ku kemi pasur 10 persona të rrëmbyer dhe këto si informacione na kanë ardhur në kohën reale dhe jemi informuar në kohë dhe ai kanë ofruar kolegët nga Shqipëria dhe në shumë raste i kemi falenderuar në shumë takime ku kemi pasur dhe bashkëpunimi jonë i përbashkët ka qenë në fusha të ndryshme dhe do vazhdoj të jetë e tillë. Ne duhet të shmangemi po ashtu burokracive dhe duhet të gjejmë mënyra të ndryshme se si të kemi një bashkëpunim të mirë dhe një vizion të ndërsjellët në mënyrë që ta bëjmë këtë rajon më të sigurt dhe më të qëndrueshëm. Ne duhet të qasemi kësaj situatës në pikpamje analitike në mënyrë që të punojmë së bashku dhe që parandalojmë këto veprimtari kriminale. Ne jemi këtu për të ndarë përvoja, njohuri dhe në mënyrë që të minimizojmë këto aktivitete. Në përfundim të gjithë këtij takimi, konstatoj që modeli i suksesshëm i bashkëpunimit midis 2 vendeve tona, Mbretërisë Bashkuar dhe Republikës Shqipërisë në këtë task force, tashmë do të shtrihet edhe si një projekt rajonal dhe jam më së i bindur për suksesin, përderisa ka pas sukses bashkëpunimi dypalësh, jam shumë optimist që bashkëpunimi rajonal do të jetë edhe më i suksesshëm se kaq.